Gjithçka gati me topin parë që do shkelmohet nga Partizani është Risel Hoxha, i cili e dërgon pas tek Pëllumbi. Shikojmë një krosim drejt Zekajt, mundësia, por shikon dhe portieri Tozo në vështirësi edhe një herë Zekaj, Hyka, goditja me jashtme që bllokohet dhe më pas largohet Sela. E kalon pas tek Doresi, zbedi si kë sulmi gjatë dhe rrezikon shumë me këtë pasim Doresi, teksa i ka dhënë mundësi Hykës që shikon nga krau i majt për Zekajn, pasimi shpërtoi mundësi art. Heziton më të parë Zekaj, goditja dhe topi shkon në rrjet. Shënon Partizani, ishte minuta e 5 të takimit. Nga i gabimi numri 13 Doresi, i cili dha një pasim të gabuar Hykës ky fundit me shumë qetësi. Shikoi lëvizjen e Zekaj duke i bërë një tjetër dhuratë për golin e 15 personal. Krosimi fort këtë herë në dy kohë, por e mbledh në duar dhe jep qetësi skuadrës portieri Klaus Cefalia. Vjari, shikoni lëvizjen e Hykës, pozicioni është i rregullt, në brendësi është plotësisht i rregullt. Edhe krosimi drejt të numrit 9, Leshaj, goditja grushton portieri Tozo. E më pas largon mbrojtja. Kemi edhe Elgit Hykën, por kemi edhe gjyqtarin. Enea Hyka, Leshaj, mundësia për të goditur, nuk arrin dot, çfarë kemi humbur në dy kohë Tozo. Partizani që është vendosur në mur i tëri. Sela dhe Zuna. Po janë të gjithë aty. Godet Sela tashmë Doçi me të parën, tjetër goditje ndërhyn mbrojtja e Partizanit, rrëmuje sipër, diçka kërkojnë lojtarët e skuadrës akademisë, por loja që vijon me Partizanin që ka top në kontroll me Zekajn. Largon Kreziu. Thjesht shkelmon drejt zonës ku ndodhet numri 4, Këmgul Doçi. Kreziu. Hyka, lëvizje mjaft të bukur lë pas Doresin, gjithmonë Hyka. Shikon zonën, asistimin në detaj për Zekajn me pasë. Shikoni çfarë bën sulmi Partizanit. Spektakël në arenën e demave. Nga Kreziu tek Hyka. Ky fundit në zonë për Zekajn dhe më pas Zekaj bën mjaft bukur për Musa Leshajn. Caja pra shënon dhe golin e dytë në minutën 20. Partizani 2, Akademia 0. Ka barazuar me Tiranën 1-1. Por Zekaj shikoj mundësia për provuar të shnuja dhe golin e tretë. Gjithmonë Zekaj, goditja e tij dhe shkon në rrjet. 3-0. Është Rish Rej Zekaj. Shënon dhe golin e tretë Partizani brenda 26 minutash. Numër 17 Muça. Një mundësi e mirë për skuadrën e Akademisë, i drejton zonës Doçi, gjithmonë Doçi e godet ndërhyn Cefalia. Duhet të shikojmë edhe një herë zëvendësimin teksa numri 21 është Ballaj. Edhe pse në protokoll kemi numër tjetër, pra është Ballaj që ka marrë vendin e Antoni Pëllumbit, që fatkeqësisht mes dhimbjeve braktis fushën. Krosimi drejt qendrës, goditja në rrëmuje sipër, godet edhe një herë dhe shënon skuadra. Shënon skuadra e Akademisë, e ka shënuar Doçi. Hoxha. Kreziu. Krosimi drejt Zekajt. Mund përfitoj Vjari. Duhet godasin portën. Hyka godet të ndërhyn Tozo. Të emocione dhe dëshirë të madhe si në këto çaste teksa Leshaj për Hykën, mundësia për shënuar, Hyka godet, topi që mbetet pranë vjes fatale dhe të shmang një gol. Hoxha. Shikoni çfarë bën Hoxha. Leshaj godet dhe topi që shkon gjitur me shtyllën e djathtë të portës së Tozos. Klevis Markoçi pra. Topi drejt Zekajt. Ndërhyn për një moment mbrojtësi. Hyka me këmbgulin e tij bën mjaft mirë. Dhe topi drejt Hykës, goditja që bllokohet, mund përfitoj Leshaj dhe shkon në rrjet. 4-1 Partizani. Shënon Musa Leshaj pra. Caja 4-1. Vyshka dhe Markoçi në fush, Vjari dhe Leshaj lën fushën. Tashmë Hyka. Lëviz mjaft bukur, i drejtohet zonës, e ka seriozisht këtë herë Hyka dhe sërish Leshaj. Me duar në kokë Zekaj, por 5
6-1 ndjes. 5-1. Prengi Vyshka, topi tet Hoxhës, një prekje lehtë e Hoxhës. Hyka përfiton mundësia për të bërë diçka. Eko Dedz, Tozo i thot jo. Vërtet një duel interesant edhe një herë Hyka tashmë mundësia. Hyka e godet e dërgon. Jo, e pa besueshme. E do drejtohemi Dinamo Cityt. Shikoni çfarë topi Hoxha për Hykën, niset Hyka. Këtë herë nuk gabon. Ergit Hyka, 6-1. Edhe në poshtet më në fund portieri Tozo. Hyka me forcë dërgon tek Leshaj për golin e 4 personal. Leshaj dhe Zeka në krahun tjetër, por jo, është Leshaj dhe jashtë. Tokazi dhe shkon në rjet, sërish Partizani 7-1. Por duhet shikojmë se kush do marrë autorsinë e këtij goli, nëse ka prekur apo jo, po me sa duket festa përqendrohet tek Zekaj. Provon Partizani tashmë. Hyka. Zekaj. Për Hoxhën, është në zonë, rriset Hoxha. E godet me të parën, edhe Hyka e dërgon në rjet. 8-1. Shënon Partizani, shënon sërish Ergit Hyka, që para zonë dhe numrin e golave me shokën e skuadrës, por gjithashtu dhe me kryesuesin Gjuzi.